Shuriet e Beluli dhe Angjelusha me mision muzikur në Greqi do të këndojnë për shqiptarët në Selanik. Këngëtarët e njohura të muzikës popullore, Shuriet e Beluli dhe vajza e saj Angjelusha Saliu kanë emocionuar fancat me një njoftim për plot ndjenjë kombëtare. Përmes një postimi në Instagram, ato kanë bërë të ditur se shumë shpejt do të mbajnë një koncert në Selanik të Greqisë, ku do të këndojnë përbashkë atletarët shqiptarë që jetojnë dhe punojnë atje. Në nëbitin lidhur me këngën dhe dashurinë për Adheun, do të ndezin skenën me ritmin e muzikës popullore shqiptare, duke sjellë këngë që mbajnë gjallë shpirtin e vendlindjes dhe krenarisë kombëtare. Ky koncert pritet të jetë një mbrëmje e paharrueshme, ku flamuri kuqëzi do të valojë lart dhe zëri Shurietës e Angjelushës do të bashkojë zemrat e shqiptarëve në një këngë dashurie për Adheun. Artistët e njohura kanë treguar se ndihen krenare që përmes artit e tyre arrin të mbledhin shqiptarët kudo që janë. Publiku pritet të pres me entuziazëm, ndërsa çdo notë muzikore do të jetë një urë shpirtërore mes mërgjimtarëve dhe vendlindjes. Nëpërmjet këtij koncerti, Shurietja dhe Angjelusha dëshmojnë se muzika shqiptare nuk njeh kufi, por udhton bashkë me dashurinë për kombin. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.